Tani gjithë sa ndodhi sot është rënja e shtetit. Në Shqipëria praktikisht sot është në një regjim totalitar, modern, shumë më keq se sa në kohën e Enver Hoxhës. Kur s'ka mbrojt Enver Hoxha, njeri kështu, hajdut, kështu si që ka mbron ky. Po të kishë ndodh vjedhja e tunelit Llogaras, po qoftë edhe një sasi minimale pa përfillshme e gabuar hekurja betonin tunel Llogaras, apo t'ishte shem rruga siç u shem rruga Librash Prenjas në kohën e Enverit, i kishen përfunduar 40 veta me 25 vjet burg për sabotim, edhe nuk e di se sa tjerë në për internime. Ua kishe heq diplomët